Prefektura e Qarkut Shkodër ka bërë të ditur se gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar rritje të ndjeshme të prurjeve në kaskadën e lumit Drin, si pasojë e rreshjeve intensive. Sipas korporatës elektroenergjitike shqiptare KESH, janë nisur shkarkime të kontrolluara nga hidrocentralet e Fierzës, Komanit dhe Vau të Dejës. Pas monitorimit të vazhdueshëm të situatës, është konstatuar rritja e nivelit të lumit Drin dhe Bun, si dhe liçenit të Shkodrës. Në zonën e Obotit ka prezencë ujë kryesisht në tokat bujqësore, pa rrezik për banesa deri më tani. Aksi lidhës me rrugën kryesore paraqet prezencë ujë rreth 40 deri në 50 cm, duke vështirësuar qarkullimin e mjeteve të vogla. Në terren ndodhen 2 mjete të kalueshmërisë së lartë dhe 10 efektiv të forcave të armatosura në gatishmëri për çdo nevojë emergjente. Ndërkohë, aksi Bog-Theth mbetet problematik për shkak të rreshjeve intensive të borës dhe orteqeve në zonën e qafës së Thores, ku po punohet për hapjen e rrugës. Në aksin Hanihotit Vërmosh, qarkullimi kryhet vetëm me goma dimrore. Nga Bashkia Malësie Male, Vaudejës, Puk dhe Fusharës nuk raportohen problematika. Strukturat e mbrojtjes civile vijojnë monitorimin e situatës.